Ne s'mund të bëjmë gjëra të mëdha, por vetëm gjëra të vogla me dashuri të madhe, shkruante humanistja Nën Tereza. Të ndihmojmë një fëmijë të kalojë rrugën apo të lirosh vend një të moshuari, ndoshta nuk është një lajm për t'u transmetuar. Por në epokën e teknologjisë ku ndjenja e komunitetit po zbehet vazhdimisht, janë gjëra që duhen rivlerësuar. Në Shqipëri, problemi të individualizmit po i shtohet dhe mungesa e eksperiencës në organizimin rinor apo e përkrajës nga mekanizmat përkatës. Megjithatë, vitet e fundit po vihet re një organizim gjithmonë më shpesh i të rinjve në forma të ndryshme, përfshirë këtu dhe grupet vullnetare. Këto të fundit janë bashkime individësh me qëllime të njëjta që duan të sjellin ndryshim. Problemet që u drejton më së shumti grupet vullnetare kanë të bëjnë me mjedisin, fëmijët të rom dhe jetim, mbledhjen e ushqimeve dhe rrobave në rast të emergjencash dhe mbi të gjitha përkraje morale, materiale dhe shpirtërore për njerëzit në nevojë. Në Shqipëri ka me 10 qendra që merren me vullnetarizëm. Problemi qëndron në faktin që në vendin ton ka ende një mungesë të theksuar të kulturës së vullnetarizmit. Madje ka edhe mosnjohja të vetë konceptit. Në këto kushte duhet një lobim i fuqishëm në opinionin publik e veçanërisht tek të rinjt. Do kemi këtu tek Tamam Albania, organizatë vullnetare që merren me fëmijët në zonat e marginalizuara. Tamam Albania është një organizatë ndërkombëtare me shërbëtar të gjithë botën, kryesisht Amerikën Latine, Afrikën, Evropën e Veriut. Këtu punojnë rreth 20-30 vullnetarë, kryesisht të rinj studentë që ndihmojnë fëmijët në orën e artit, kulturës dhe sportit. Si fillim do themi se si thuhet mirëmëngjes në anglisht. Marrëdhëniet më të mira dhe bashkëpunimin më të shpeshtë e kam me Suedin, ku bën edhe Youth Exchange dhe para 2-3 muajsh vullnetarët e Tamam Albaniash ishin dhe në Suedi për Youth Exchange-in e fundit që u bë. Po ashtu, të rinjt duhet jenë të informuar në lidhje me mundësitë e panumërta që ofron vullnetarizmi. Puna vullnetare e tyre nuk ndihmon vetëm komunitetin, por ndihmon dhe vetë ata në zhvillimin individual. Leti sa po keni që merrni me Tamamin dhe me vullnetarizmin? Tamam kam 6 vjet që merr me fëmijë, pas kalova në pjesën e statut vullnetarëve. Cilat kanë qenë eksperiencat dhe si ka ndikuar vullnetarizmi në zhvillimin tuaj individual dhe profesional? Eksperienca janë të harroshme në të kampit për orë që do të bëjnë, ku vullnetarë nga vend të web kryesisht ka vënë në ligë Sa kohë keni që jeni vullnetar? Unë kam filluar vullnetarizmin që kur kam qenë nga tetori vitit 2007, që që në këtë tetor bëj 7 vjet. Sa ju ka ndihmuar vullnetarizmi në zhvillimin tuaj individual dhe profesional? Më ka ndihmuar të njoh njerëz të rinj, më ka ndihmuar të mësoj kultura të reja, më ka ndihmuar të jem më i hapur ndaj personave që kanë një pikpamje tjetër dhe që të jem më çlirët ndërkohë që jam me persona që përkasin në komunitetet marginalizuar ose personat që janë pjesë problematike e shtresave në nevojë. Mundësitë e panumërta të njohjes, fitimi i eksperiencave të reja, vënia në praktike njohurive, zhvillimi i aftësive drejtuese e menaxhuese, komunikimi në grup dhe sigurisht kënaqësia shpirtërore janë vetëm një pjesë e vogël e përfitimeve që sjell puna vullnetare. Kjo e fundit është një vlerë e shtuar në CV-të secilit nga ne përkrahas studimeve, punëve apo edhe eksperiencave të tjera.